Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga kuzhina jonë, mirë se erdhët në Reze Dielli. Ju urojmë një ditë të mbarë sot, edhe gatime sa më të shijshme. Mbarë më mbarë. Unë po shijoj një kafe, Albana më tha që do përgatis një cheesecake, kështu që nisa ditën me kafe, do ta vazhdoj me cheesecake dhe do ta përfundoj me specat, më duket. Edhe unë nis në para përgatitur dhe në fund fare dua një kafe, në fund fare. Ta bëj unë, ta qaj. Sa për kafen, nuk ta kam fare sikletin se ta kam gjetur mi den. Ma ke gjetur mi den. Atëherë kemi një cheesecake me krem djathi dhe limon. Po. Është koha. Faktikisht vetëm limonat nuk kanë kohë. E vërtetë është. Është gjëja më e durë dhe gjithmonë janë në treg. Janë të mira për shëndetin, po e lë shëndetin unë jam gjithmonë te koreksi tani. Dhe cheesecake-u e rëndësishme për të dalë një cheesecake tamam fantastik dhe me atë kremozitetin e dur, përbërësi kryesor është kremi djathit, apo jo? Kremi djathit, patjetër. Duhet të jetë ideuar për cheesecake. Duhet të jetë natyral. Pra, edhe nëse nuk e mbani mend, duhet të mbani mend këtë blum. Ky është natyral që përdoret në çdo lloj gatimi. Më pas te brusketat, ato bukët e vogla që lyhem ne me gjalp, bukë gjalp, bukë krem djathi, bukë krem natyral me erza, me çfarë doni ju mund ta thoni. Sepse Arla ka menduar për të gjitha shijet. Moj sot më i bën një Arla e vërtet me erza. Me atë bimet aromatike, erzat e ndryshme, edhe për ata që duan një tretje madje më të lehtë, për që janë edhe kështu intolerant ndaj laktozës, vjen lacto-free paketimi me kapak lejla, me hudhra dhe erza, nga më të ndryshmet sipas shijeve të gjithë secilit. Por ne sot do të ndalemi tek kremi natyral Arla, sepse e diti Albana që pronarët vërtet të kremit Arla janë vetë fermerët që rrisin lop të racave të përzgjedhura në ato fushat e Danimarkës, sepse kremi Arla prodhohet në Danimark. Pronarët të këtij brendi të famshëm botëror është pikërisht vetë fermeri që i rrit kujdeset për lopët, në mënyrë që ato të prodhojnë një qumësht cilësor, 100% cilësor, dhe është një krem djathi me përbërës 100% natyral. Ta shihni se si përpunohet kaq lehtë në cheesecake-un që do të përgatisim, ka një teksturë të lehtë, të butë, të shijshme, fantastike, jo vetëm për cheesecake-un, por për çdo gatim që ne përgatisim në kuzhinën tonë, dhe aq më tepër është fakti që ne mund ta përdorim nga recetat e ëmbla, në recetat e kripura, në sneket thjesht të shëndetshëm edhe të lehtë. Kështu që le t'ju tregojmë fillimisht përbërësit e cheesecake-ut, sepse përbërësi kryesor u mor vesh kush ishte kremi Arla, dhe shohim se si do të kombinohet kremi me përbërës të tjerë. Butësisht e mrekullueshme do të jetë edhe cheesecake-u i tillë. Shohim përbërësit. Edhe ku qënë këti tamam, butësisht e mrekullueshme. Ka qëlluar se... Nuk e di ajo. Ka qëlluar, nuk është ashtu si duket. Shohim pak përbërësit, listën e cheesecake-ut, shumë e thjeshtë do t'jetë, do ta përgatisni dhe ju në shtëpi, fare kollaj. Një ëmbëlsirë shumë fine. Sot e kemi zgjedhur me shijen e limonit, pra këtë aromën kryesore bazë, kemi për bazën 100 gram gjalp dhe 150 gram biskota integrale. Mbushja ju kërkon 4 flet gelatin, 200 gram krem djathi natyral Arla, 2 të verdha veze, 200 ml aj kokosi, 1 shkop vanilje, 1 limon i plot, lëkura e grirë dhe lëngu i tij, 2 të bardha veze, 50 gram sheqer pluhur. Për kremin e limonit, 100 gram sheqer, 40 gram gjalp i shkrirë, 2 vezë, lëngu i 3 limonëve dhe përsëri lëkura e grirë e 2 limonëve të tjerë. Së bashku tani ndjekim hapat njëra pas tjetrës. Atëherë, e para gjë, do jetë fura e parangror që nëse ne duam për shembull biskotat, i marrim dhe vendosim, i grim dhe vendosim pak në furrë. Unë nuk e kam vendosur në furrë, është hera e parë që them nuk më duhet fura e parangrohur, pra po të duam ne i vendosim në furrë, po të duam dhe më pas i përzihemi gjalpin, ose në të kundërt i bëjmë në të ftohtë. Marr 100 gram gjalp që unë e kam tretur. E shtoj me direkt. Një lugë dhe e përzihej.
që të bëhet ajo baza. Të bëhet ajo baza. Vjen kjo aroma e gjalpit, aromë fshati. Të gjalpi kemi 100 gram. I trazojmë mirë dhe këtë bazë ne do të ashtrojmë tek tepsia e cheesecake-ut. Ose më mirë, se i dhe i thërmon dhe i ngjitë më mirë me gjalpin biskotat të thërmuara. Baza e duhur që ne krijojmë. Dhe si që keni vënë re, ne mundohemi që në kuzhinën tonë të sjellim dhe të kombinojmë recetat tradicionale, si që është janë ëmbëlsira tradicionale, dhe i kemi sjellë jo pak herë të gjitha recetat që funksionojnë dhe që janë në tryezat tona në festa të ndryshme, dhe që me krenari i kemi sjellë për ambisat, po ashtu dhe recetat të ëmbla të cilat janë pak më të moderuara dhe më moderne, që mund të kërkojnë në një element shtes, por si që shihni, janë pak përbërës edhe në këtë cheesecake. Limon, krem djathi, gjalp. Shumë pak përbërës, biskotat të cilat i kemi kollaj për t'i gjetur dhe për t'i përdorur në këtë cheesecake. Krijuam bazën me gjalp të shkrirë dhe me biskota. Zgjedhni integrale, me qënë se dhe ne kemi shënuar tek receta, për të qenë më e lehtë. Bëjmë një ngjeshje të mirë. Të bëf të mirë, një ngjeshje të mirë me të bëf të mirë. Nuk e di se sa herë kam thënë do ta them, fëmia kur shkon kopësht, lugën e çon te goja vet, nuk e çon te goja e shokut apo shoqes që ka. Ndodhi dhe sot. Pa, është loga. Të nga smoj, të nga ju. Po të dhash dhe një kafe ty ti mbaron. A mbaron pastaj punja këtu në Sa për energji unë kam, sa të duash tani ti. Unë prandaj e privat. Shiko, nuk kam syzet, edhe ti bëj një nivelim të duhur. Do të marr më pak gjalp dhe më pak më tepër biskota për të ngjeshur dhe për të bërë një shtresë solide e fortë. Ky kombinim ruan atë konsistencën e një biskote dhe aromën e gjalpit, dhe në fund fare do ta ndjeni atë aromën e gjalpit në cheesecake, e cila do të mbytet ose shoqërohet më së miri nga limoni, pak vanilje, që po e bën gati Albana dhe që sigurisht me të drejtë ju s'po e shihni dot se këto përbërësit tanë. Ja. Këtu, e kam gjithë farat, ja. Kjo e ka aromën më të theksuar, apo vjen pak më ndryshe? E ka më të theksuar, sepse është nëse si puna e ekstraktit. Është më ekstraktuar, më ledhur aty. Pastrën dhe duart, mirë. Dhe tani do të filloj me përzierjen dhe do t'ju kërkoja vëmendjen tek mënyra se si do të shtohen përbërësit, bashkohen ato dhe se si do të përpunojnë pastaj, se sa lehtë përpunohet, sa lehtë përhapet kremi i djathit, që është baza kryesore e mbushjes së cheesecake-ut. Sa të bardha shtove aty? Pra kam 2 të bardha. 2 të bardha vezë. Mbani mend, i kemi shtuar në tas dhe po i rrahim. Vezët sigurisht janë vezët tona o vital. Ua, ka qenë dikur një këngë, tani besomën e se ma më vinë në moment. 2 lule të bardha, moj një dhurat për djalin, ta marmoj në ne, ta marmos e mar. E mori në fund, mere vajzë, mere lule, mere quno, në sot djalit mos ju ndaj. A e mori në fund, si thua? Do ta ketë marrë? Tani, me shpresoj ta ketë marrë. Madje nuk jesh ndarë fare. Edhe tekstin e bie ti shumë më mirë. Sepse unë nga trova, po. Po. Djali do merrte vajzën, To i ke me numër ti? I kam 2 lbi kam ato. I rrah mirë, por me dashuri. Pra forcë me dashuri. Ushtroni. Deri në krijimin e res apo të marengës. Po. E ra shumë mirë.
do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Derisa të kemi një shkëputje të mirë. Dua të kem këtu kremin e djathit. Opa! Ja, do të rapim gjithë vëmendjen tani kremit të djathit, zgjodhëm kremin natyral, paketimin XL, dhe është një paketim prej 300 gram, që ne e provuam për të treguar dhe juve përpunimin, duke i larguar pjesën e ujit, dhe tani lug-lug do e shtojmë. Shifeni pak teksturën, dhe më pas do të shihni përpunimin. Të gjithë kutin po e shtoj, Vjen një aromë freskët, dhe kjo është falë përbërësve natyral që përdor Arla për përgatitjen e kremit. Ju thash, vetë pronar të kremit janë vetë fermerët që rrisin në kullotat e tyre lopët për të marrë qumshtin e freskët dhe për të prodhuar këtë krem. Dua edhe atë fikën. Me vanilja është fika, nuk ka problem. Pra, kemi rahur, dhe ta largoj lugën unë aty, se ta kam lënë brenda tek mos u shqetëso fare. kremi. Jo, mos guxo, prit. Nuk guxo, jo, nuk jam në ekran, nuk guxo s'ka. Nëse është mëkat nepsi ndaj kremit, më themi nepsin për gjëra të tjera. Më çoni në giotin, çfarë themën e shkreta. Atëherë, po përpunojmë tani, po e rahim kremit dhe do të shihni se sa delikat, velvet, si butë, të çfarë teksture, të shkëlqyer që ai ka kur nuk ndahet pastaj në copza, po në fund fare del një krem unik. E la. Të gjitha me radhë. Marë vaniljen që kam aty vaniljen. Shkopin e vaniljeve du të kesh... Ja. Për të mbledhur, se s'ka mbledhur gjë. Këtu tek drasa. Atëherë, o pala që ja e marrë kështu. Shiko, një thrim e vogël po bën diferencën Po, në sepse është aromë ekstrakt. dhe është ekstraktuar, ja dhe një pak një copë të vogël. Pra, morëm ekstradimin e ekstraktit të vaniljes nga vëndi, nga pozicionimi i Andronikit tek Albana, ja. O, ajde, po. Gjitha të rrugë bëri. Sepse dhe rruga e kremit është e gjatë. E gjatë e kontrolluar. Shtoj. Më duhet të jetë, shife? Ajo nuk bie, E po do ta bardha, ndihmojmë me një duhet të jetë lugë. e tillë. Po, prandaj edhe Pra e reja e tregova. marengës. Mëj vaj, si të ka rritur nën aty, të ka dhe mësime shumë të mira. Ka rritur nana, për një ditë më marrësh, një ditë me tupana. Jo, nëse nuk kanë marrë me tupana. Më s'ka gjë. Shumë qetë fare. Do të marrë. Gelatinën, 3 fletë. Shiko, ja, është opa. Lidh gjithë masën, duke i krijuar po ashtu një masë gelatinoze të tërës, kur ne e bashkojmë vezën dhe kremin. O pe vendos këtu. Dhe vazhdojmë me rahje sa të bëjmë shkëputjen e shkurtër. Patjetër, dhe punoj me limonin. Avash, sepse kemi kohë dhe ta tregojmë sa më mirë. Duke treguar sa më mirë, më duhet lëngu i 3 limonave. Dhe në fund do të ketë gjithë aromën e limonit. Do t'i shtojmë pra lëngun dhe to janë limona të mëdhenj. Një shkëputje, çfarë u tret aty, u tret gelatina. Gelatina. Më hyri lëngu i limonit në sy, por disa thuat që zbardh të bardhën e syrit. Po s'ka dhe atë vitaminën C të përvlon. E ka, po s'kam qa bëj. Bëjmë atë shkëputjen tonë, shtojmë dhe gelatinën dhe do ta ndërpresim punën për t'ju pritur pak sekonda shkëputje. Lëngu i limonit. Lëngun e limonit. Rikthehemi shumë shpejt. Edhe vazhdojmë punën me cheesecake-un tonë, jemi në fazën e përpunimit të kremit bashkë me lëngun e limonit. Shtuam lëngun e limonit. Shtoj të verdhat e vezëve, të cilat përsëri do t'i rahim më vete. Me sheqer
dua lëngun e një limoni. Po. Jo lëngun e një limoni, ja, lëkurën, urdhëro. Po. Direkt tek kremi apo tek... Kjo është shumë e imët, kështu që na e nxjerr, opa, mëra ky bishti. Pak. Vim sa të kemi opa e marron këtu tani. Kjo lëkura ka tjetër aromë nga lëngu. Në nivel shumë të ullët. Dale se op. E marë me një lugë. E verda del si e ngrirë, sepse është sheqeri. Sheqeri sikur e pjek të verdhën kur ne e rahim fort me të. I kaloj të gjitha dhe kjo mas që ju e shikoni të tillë, patjetër duhet të kaloj në frigorifer. Po. Të mpikset. Të mpikset. Ka dhe gelatinën aty. Patjetër. Dhe duke qëndruar në frigorifer, del një mas më e ngjeshur që ne do ja shtrojmë mbi biskotën. E kaloj. Tani, ti bëjmë një përmbledhje se si shtuam. Në frigorifer të dyja. Përzijem biskotat me gjalpin e tretë, ndërkohë Albana bëhemi gati për recetën tjetër, sa po ja shpjegoj dy proceset e punës, pra biskotën me gjalpin të grira, biskotat bashkuar me gjalpin të shtruar në një tavë të tillë ku do të vendoset kremi sipër. Më pas rahëm 2 të bardha veze, rahëm mirë, një paketim me kremi natyral Arla, i bashkuam me njëra tjetrën, më vete gjithashtu rahëm 2 të verdhat e vezëve me sheqerin, ja shtuam sërish, shtuam lëngun e 3 limonave, lëkurën e limonit dhe vaniljen. Të gjitha në këtë tas. Gelatinën 3 fletë të tretur ja shtuam përsëri e përpunuam bashk dhe do të vendosim në frigorifer për të mpiksur dhe më pas do t'i shtrojmë mbi biskotën. Unë po i vendos të dyja, me gjithë biskot, me gjithë masën e kremit. Tek fërgesa, një fërges me speca dhe me djath. Rahim. Presim qepën imët, një qep të bardh. Në fillim shtojmë vaj bimor, edhe pak gjalp. Një tretje shumë e mirë. Tashmë ju e dini që bashkëpunimi dhe i gjalpit me të vajt bë një prezantim akoma dhe më të mirë të gatimit. Kam specat kuq, speca jeshil, çfarë të dëshironi ju, çfarë të ketë frigoriferi juaj. Fërgesat janë gjithmonë të preferuara. Atëhere, largoj farat. Opa. Nga specat. Këto mos i largoni, mos i hidhni, ruajni. Në një buljon, në një... Ruajni sepse shumë mirë kur ju bëni salcën. Atëherë. Ti vure kështu të plota, të pa grira në copca. Të plota. Me një larje shumë të mirë, sidomos te bishti. Sa të mira që janë këto. Kuqet janë me tull, antioksidant, vitamin C, shumë të shëndetshme. Shtoj pakos fare krip dhe normalisht vendos edhe tiganin. Kapaku në tigan. Këtu kam qepën. Ja. Sikurse filloj edhe merrem me prerjen e domates.
Në kubik, më duhet gjizë, djath, të lutem djath, ku flasim të djathin më me atë djathin që shkrijet, atë që shkrijet, atë djathin e grirë, jo këtë bardhin që kemi zjerë aty. Atere, ne kemi këtu plot. Cheddar mozzarella, kemi dhe gudën, do të këtë që nga nati të frigoriferi, po besë njëra në del, njëra për paketimeve. Do t'i balancojnë të gjitha shishet, themun. Mos ma vini re, se... Pra edhe krem të bardh, pra edhe djath të bardh, edhe djath të grirë. Mozzarella dhe cheddar, dhe bën atë më të lidhur për zjerjen. Zemrën. Dhe me recetën e parë të fërgesës për këtë sezon, e shpallim të hapur sezonin e fërgesave të ndryshme që do sjellim për ju. Me lloje të ndryshme specash, me kombinime të ndryshme. Por mos harroni gjithmonë duke i shoqëruar me djath. Fërgesa e do pak djathin, po fërges me të brëndshme, fërges me mëlqi, me gjitha llojet e fërgesave. Sot e kemi zgjedhur me speca dhe me djath. 1 kilogram speca të kuq ose jeshil, 2 domate mesatare, 200 gram gjiz ose djath i bardh, 100 gram djath i but, 3 lug gjelle gjalp, 1 lug vaj ulliri, 1 qep e vogël, 1 lug gjelle miell, krip, piper i zi, pak rigon ose majdanoz, fërges me speca dhe me djath. Kjo është receta jone e dytë, pas cheesecake-ut. Kemi sjell 3 mënyra tani për t'ia shtuar specave, 3 lloje djathrash, cheddar, mozzarella, djath të bardh dhe pak gjiz, pra edhe me gjizën do ta bashkojmë. Fillimisht gjalpin dhe vajin e ullirit, kemi shtuar specat në të. I kthejmë pak sa. Nuk ka nevojë të skuqen shumë, sa të zbuten, marrin dhe këtë shpërqimin, dhe kapaku i ndihmon për të zbutur nga avujt. Opa, e lë këtu. Shtojmë pra aty qepën. Sërisht kapakun. Okej. Domatet i kemi gati, pasi të bëhet qepa, do shtojmë edhe domatet, apo jo? Domatet, patjetër. Domatet duhet jenë të tilla, jo imët fare, të duke domatja. Po, në kubik. Sigurisht do t'i bashkojmë pastaj edhe djathin, masën e kripës, të gjitha erzat, sepse unë s'kam thja u bëj të vështirë gjendjen, ku nuk është. Pra, të gatuajmë me lirshmërinë. Edhe djatin tjetër, edhe djatin e grirë. Djatin e grirë në fund fare është që të japësh, është ajo, qërshia mbi tort. Sigurisht, djathrat në fund dështohen, sepse nuk ka absolutisht asnjë arsye që të zgjedhet të gatuhet bashkë me specat, i humbasin vlerat, plus që nuk na jep ato shijen e dëshiruar. Duam atë ngrohtësinë e fundit, dorën e fundit të hedhjes së përbërësit, ndërkohë i lëm pak qepën, i lëm dhe domaten më pas publicitetit, ne që ta lëm të bëhet tamam recetën, pas reklamave, rikthehemi për të parë përfundimin e fërgesës. Po. Çdo gjë nga pak skuqje, jo shumë të skuqura, sepse e dëmtojmë recetën tonë. Do të kalojmë në publicitet, ju presim pas saj. Rikthehemi në pjesën e fundit në recetat tona. Në rrezë dielli e kemi nisur me një cheesecake me aromë limoni, me kremin natyral Arla. Ja rezultati, pasi e vendosëm të mpikset paksa kremi, këtu regjia, pasaj të specat. Tek cheesecake-u, të cilin e vendosëm në frigorifer, thash, për të mpiksur pak kremi, po ashtu edhe biskota, dhe më pas i shtuam, si që shihni, mbi njëra tjetër. Pra kremin, pak lukur limoni dhe një dekor të freskët me feta limoni. Kështu që përsëri do të vendosim në frigorifer, po e sollëm për ta parë ju, për parë rezultatin përfundimtar, do vendosim sërish për të mpiksur, sepse është një ëmbëlsirë pa pjekje, natyrisht që do ta lëmë që të vazhdojë atë procesin e stokjes dhe ta shijojmë pastaj më vonë ose nesër. Ndërkohë, tani fërgesa. Të dyja janë njësoj, cheddar dhe mozzarella. Për djathrat e tjerë që i shtojmë fërgesës, fërgesën me speca të kuq dhe djathra. I kemi kaurdisur, specat
qepën. Ja, derisa Domaten gjithashtu dhe djathin. Shumë e mirë duket. Edhe po ta shihni kështu nga sipër, ju fton për ta ngjyrë me bukë. Ja. Kur themun ajo duhet ajo pjesa e shkrirjes së djathit dhe këtë e keni te mozzarella. Po të doni ju, mund ta vendosin në furno të kundër, tuk e vendosin, i kemi jepur një pjatë sushi të madhe. Besoj një bardhë shkon më mirë me këto specat tona. Një të madhe, kej më të madhe në mere. Thuaj sa një fjalë të madhe. Më të madhen. Thuaj një fjalë të madhe, tha. Po të dua me spërkasi me majdanos, për mendimin tim ose spërkasi, por nëse dëshironi, ja unop me vrap, tak, marë një spec djegës. Po, me pak fara speci djegës do ishte më... Këto të veçlit janë tamam të duhur. Kaq. Dhe... S'ma ke sill më të madhen? Shkrojmë, po se pjeta ato më të madhen. Opa. Prap mirë e mori shumë mirë. Shiko, nga djathi, sepse vetëm djathi i shkrir, i grir, sjell të gjë. Po. E largoj edhe një sistemim dhe me shumë dashuri dhe vendos pak hudrat në vaj. Unë i kam dhënë dhe një vlim, dhe një zjerje të vogël, duhet këta të zjerjen, më me pak. Opa, këtu. Receta e dytë është gati, menuja. Mund vini ta merrni dhe ta provoni. Pra edhe fërgesa me spesa të kuq, me tomate dhe me djathra ka përfunduar. Tani kalojmë në recetën e tretë. Shiko, brumin dhe e tregojmë për ju se çfarë përgatisim me brumin. Brumin e kam zënë me maja. Ujë, krip, sheqer. Te majaja, në ujë të vakët, shtoni sheqerin dhe lëni të aktivizohet. E but aktivizohet kollaj, kurse e thata do pak më tepër të aktivizohet. Shtojeni atë masë, miell, ujë, shtoni dhe masën e majas, lëreni të vitë, siç kam lënë dhe unë, dhe do keni këtë rezultat. Laj pak duart dhe kthehemi me rezultatin tjetër. Po dhe ne shohim pak recetën e bukës me hudhër, me aromë hudhre, recetën e shkruar edhe për këto përbërësit e brumit, edhe për shihen që do t'i japim salcën me hudhër. Pra, 500 gram miell, 7 gram maja të thatë, ose 20 gram maja të freskët, të butë. Një lugë çaj sheqer, një lugë çaj krip, 300 ml ujë të vakët dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Salca me hudhër, 2 kokra hudhra, 2 lugë gjelle gjalp, 5-6 deg majdanos të grirë, vaj ulliri, djath parmigiano, djath mozzarella dhe pak spec djegës i thatë. Një bukë e bërvet në shtëpi, ka më shumë vlera që është e shishme. Masën e hudrës dhe vajt të ullirit. Majdanozin, për të bërë atë salcën, pra jemi tek pjesa e salcës. Me një pëshër. Është një kombinim i mirë, i dur, i majdanozit dhe i hudhrave. Majdanozi për të balancuar dhe aromën e hudhrës, dhe për t'i dhënë freski, sepse aty janë aromat shumë të forta. E majdanozit e shtoj. Vaj, hudhra, majdanoz. Do të një salcë bashkë me to. Të lutem iki edhe një spes djegës vogël. Ja, mund të hapim për farat, që t'ja shtojmë për ti dhënë atë lezetin. Opa. E largojmë, sepse e lodhi qikë si të ftohet. Dhe
Opa, laçe, e marrë këtu. E kam vendosur me një letër pjekje poshtë, në pjesën e poshtët, po, të mbrapshme të tepsis. Deri në një ngopje të mirë të e hap me furçë, sepse furça më ndihmon më shumë, ja. Okej. Këtë do qëndroj kështu apo do paloset? Jo, Niki, ma jep dhe herë të... Kujdes tani kur me ato majat e gishtave, mos përkosh syt apo... Im ka mormolli shpirto, ja, ke, la, këtu. Po, opa. Ja. Edhe po ta lëm do të fryhet akoma, do të riaktivizohet dhe një herë majaja. Dhe i kemi edhe një shtres tjetër. E imagjinoj si do tjetë rezultati në fund. Qa do robi shkret, vetëm ushimi të jetë mirë. Kryojmë. Ansore që të mos pullojnë, kur të... Pase do të piqe do të mpikset, për që para se ta pjekim, ne sërish do të lëm për të aktivizuar. Mund të vendosim në furrë edhe tani, por dhe po të vendosim tani sërish nuk do kap kohën, sepse do vërtet një aktivizim shumë të dur. Sa minuta kemi? Mirë është, jo, pak minuta kemi në, nuk e pjekim dot, kështu që do të tregojmë të pjekur në rrjetet tona sociale, aty ku na ndjekin avisat, po ashtu edhe në YouTube-in e Reze Dielli, në kanalin ton zyrtar. Ne ju përshëndesim nga kuzhina, 3 recetat tona aty i keni, pak më vonë do t'i idhem bashkë me mënyrën e përdorimit, mënyrën e përgatitjes edhe përdorim pastaj. Mënyrën e servirjes, mënyrën se me çfarë shkon, mënyrën e shërbimit, të gjitha këto tjetër tamam, po të gjitha këto janë në organizimin e një gatimi. Ajde, shkon... Pas pak, pas fleshit informativ, do t'ju pres përsëri në Reze Dielli, në pjesën tjetër të programit ton, ku do të njihemi me një çift shumë simpatik. Ata janë në Dursak, një çift dursakësh, të njohur që në moshën e tyre të rinis, njohja është bërë me një dasëm, pastaj pasioni për këngën, të dy janë muzikant, jetojnë në Itali prej shumë vitesh dhe do të na rrëfejnë jo vetëm historinë e tyre të dashurisë, por ajo çka i lidhi dhe më tepër është muzika, është kitara. Ku skena sigurisht nuk është një skenë e madhe, është një skenë e vogël, siç është vendi i tyre i preferuar, shtëpia, ku këndojnë për ndjekësit e tyre në rrjetet sociale, duke na dhuruar performanca të ndryshme. Por më e bukur është historia që ata do të rrëfejnë së bashku në Reze Dielli. Kanë ardhur enkas nga Italia, kështu që do të mirëpresim në studion ton. Të lumshin duart, shihemi nesër me recetat të tjera. Japim fund edhe muajit prill me recetat tona, fillojmë një muaj të ri me recetat të reja. Ju pres pas pak, mirupafshim. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një çift shumë interesant, shumë të veçantë, të cilët i lidh së bashku dashuria rrethpar, pasioni për muzikën, kitara. Ato kanë 36 vite, më shumë se 36 vite bashk. Kanë emigruar në Itali, në Milano, që prej vitit 1991. Dhe sigurisht, si çdo familje, si çdo çift, kanë kaluar sfida e sakrifica, por që nuk e kanë zbeur kur lidhjen e tyre, dashurinë e tyre. Rrënjët i kanë në Durrës, vinë shpeshherë sa i Mermalli në qytetin e tyre, ku janë njohur dhe kanë krijuar dashurinë e tyre, dhe padyshim janë shembulli më i mirë i atyre çifteve dhe i familjeve shqiptare, të cilat pavarësisht emigrimit, pavarësisht largimit nga vendi i tyre, kanë ditur të integrohen dhe të ruajnë vlerat e tyre tipike të rrënjëve të tyre. Do t'ju prezantoj përmes këtij kolazhi, sepse në rrjetet të ndryshme sociale që ato kanë apo në YouTube, ne shijojmë përveç se dashurinë e njëri tjetrit, shijojmë edhe muzikën që ata performojnë së bashku. Do t'ju prezantoj çiftin përmes një kolazhi këngësh të tyre, Liliana dhe Bardhi Vrapi. Pastaj rikthehemi dhe bisedojmë me ta në studio.
Liliana dhe Bardhi, mirë se erdhët, kënaqësi që u kemi këtu në studion tonë. Enkas për këtë program, për këtë intervistë, ardhur nga Italia, vlerësoj shumë. Keni pak ditë në Shqipëri edhe për t'u çmallur sigurisht me dursin tuaj dhe për t'ju le të themi prezantuar me audiencën, edhe pse ajo ju njeh në për performancat tuaja me kitar apo jo, ku skena shpeshherë është edhe shtëpia. Faleminderit edhe një herë. Me kitarën në dorë, për të na performuar dhe për të na krijuar një atmosferë dhe më vonë këtu në bisedë, por do doja ta nisnim si ka lindur historia juaj e dashurisë. Gjithmonë është bukur të flasim për dashurinë, të flasim për njohjet e para, e cila ka nisur këtu në Shqipëri apo jo? Patjetër. Kush e tregon më bukur historinë tuaj? Zonja Liliana. Patjetër. Atëherë ishin dy të rinj nga Durrësi, si të gjithë të rinj. Asi kohë. Dhe u njohëm në Durrës. Masi familja jo nuk ishe dakord, sepse Bardhi ishe pak ato djemë çapkën që rinte po me kitarë në dorë, në përdasma, ose ato djemë të djetit që rinin me shoqëni shumë. Edhe familja ime ka pas pak të vështirë, sepse nuk donin. E kishin me merak, se mbase kjo nuk do të funksiononte si lidhja apo jo? Patjetër. Sepse Bardhi shqisja e kënga, për shembull, lulem, lule, tuj fluturue. Bardhi, e dakord ti? Se është deklaratë e fuqishme, lulem, lule. Po çfarë them, ka shkume, mos harrojmë. Ka shkume. Por ja vitet kanë treguar që nuk ka qenë ashtu e vërteta, apo jo? Ja, tash kemi po plagemi bashkë. Mosha bën vetën. Kanë kalu shumë vite dhe unë nuk e di se ti je shumë e re. Dhe kisha dëshirë që ne t'i ktheshim prap asaj rinie. Mi ka pëlqyer dhe muzika, ka pëlqyer muzika ime. Thuaj drejtën. Jo, më duket sikur nuk kam lindë re. Sepse rinia jon ka ikë shumë, ka qenë problem. Si gjithë. Shumë problem. Por dashuria nuk ka ikur akoma. Dashuria jo. Se këtë e shohim tek mënyra se si ju e shihni njëri tjetrin. Ku e pe për të parë Bardhi në këto organizimet, performancat e ti me grupet? Në përdasma. Në dasëm. Ne kemi qenë i dasëm. Edhe e njihnim njëri tjetrën, më thonë Durrës, se Durrësi ishte shumë i vogël, nuk ishte shumë si tash. Ka qenë shumë i vogël edhe njëri tjetrën e njihnim gjithë, si rini. Por me kalimin e kohës, i thoja Bardhi, familja ime pret, si t'ja bëjmë? Sepse ishte 2 vjeç apo kalonte mosha. Ishte 2 vjeç ishe e vjetër, asi kohën. Jo, tash i gjithë 30 në gjasizat. Tash, duhet vishën familje, sepse... Të më kërkosh që kjo lidhje të zyrtarizohet. Tani aty te dasma ju shkëmbyet shikimet e para me njëri tjetrin. Çfarë të pëlqeu ty te Bardhi dhe Bardhi çfarë i pëlqeu Lilianës te ajo dasma, ku u njohët për herë të parë? Atëherë, Bardhi kënonte shumë bukur. Kënonte bukur dhe kënon bukur. Dhe atë dëshirë kishin shumë vajza, sepse unë kisha shoqe. Dhe
thonë të Bardhi kënon shumë bukur. Shkurt, syti kishte tipik. Më thonë dasëm se u shqipte vetëm orkestra, këngëtari, dhe unë atë dasëm jam largu e fundit. Dhe isha afër me shtëpi, ishim dhe afër me shtëpi në Durrës. E takoja vazhdimisht. Edhe gjithshpesh që kërkoja do vishin në shtëpi, sepse ne nuk dinim atëherë që dashuria. Me a thonë më shqip, si tip garancie, me garanci, me non, me bab, me bokë shu pra, jo rrugëm qeftës, se si u qyte ku kam qeftës e shu. Po, kur hapën rrugët pastaj tha, iku, nuk e morët, la, se iku Bardhi për para. Ishte... Shë vërtet e shu. Si arrite të bindësh familjen për Bardhin? Nuk u binte familje. U ktheva unë në Shqipëri. Pra ju u lidhët pas asaj dasme, patët takimet të tjera bashkë? Takoshim vazhdimisht. Si ta medi, jo, por pa me dojshin një tjetin, për ishe situata, koha ka qenë ndryshe, t'i Mirë, kuptojmë. Liliana të këti pa të djaloshin, qapkën, këngëtar që adhuronin shumë vajzat asaj kohe. Ti çfarë pëlqeve te Liliana? Pse e veçove Lilianën nga shoqet e tjera me cilën ajo ishte aty? Kjo tha për parë durzi i vogël, i shkova nga mrapa, qik me pa, qik ka, qik s'ka, ku jetone, si jetone, qa bon, ku shkone. Unë tërsova dhe unë. Jo se prishe i palë pusë, si prishin për para, i palë pusë me gjeti gocë. Me pusët e mija, pa shpete, me fjallë, 2-3 javë u binda që njëru kuptoha ta. Pra hapin e parë, nga ju të dy kush e ka edhur përfundimisht? Bardhi. Bardhi ishte ai që spikati... Unë e tërhoqa me shikim, do më thonë femra tërheq, përse djali shkoja mrapa, se jo, mishkut janë gjyëtarë, janë natyra. Bardhi nuk të dhe shumë kohë për ta bërë për vete, sepse ishte pëlqim i një... Të drejtën kjo musë më ka dash, se kom qeni quni bukurën e jo. Përqet e kongën, më përqet e zonin tim, edhe që ko kasetën me shirita. Edhe kjo e mande kasetën në shpi. Vllai i kësaj thote, i boni për shtypis, edhe i qunë si mu, qapken dhe i. E përshëndes Ladin. Edhe i... Ishim shok bashkë. Ishim pak, jo shumë shok, po njifeshim dhe kishim pinga i gotë bashkë, që i vështirë, që dy shok, ti dush motrën se shko keqja e punë. E drejtë. Kështu që ishe shumë i rezervuar, me fjalë, doshe me tërgu që... Pra du të kishe një performancë ndryshe me shokun tënë që është vllai i bashkëshortes së ardhshme. Shumë dakord me të që ai të ishte dakord. Që hapi parë, sa u thyë ajo, se kur e ke seriozisht i gjo, si do i vi puna, do po. I bëre për vete zemrën Lilianës, pasi do t'i bëje për vete zemrën dhe prindërve. Si arrit e ti bindësh ata që ti do t'ishe bashkëshortja shumë i saj? Unë se me babën e nënë e kësajt fare, se ato janë brezi, ramet pas e ti ku janë, nuk hashin pylka fare. Se Lili, unë jam musliman. Lili është ortodokse. Dhe kanë qenë dhe këto diferencat... Po, kanë qenë shumë. Kanë qenë të theksuar, ndoshta nuk e dia vazhdojnë dhe sot, apo jo që familja është tradicionale, ortodokse në fenë e saj, kërkon të një dhëndër të asaj feje, apo jo? Po, ashtu ka qenë, edhe shtëpia ime nuk thote gjo, se nona ime me të pas thote. Zgjidhe për vetën ta, duke që mama zdojtojnë me te. Si që ka qenë kohë, që primitive, po kanë qenë me kom tokë. Kur ka qenë pastaj ai momenti kur familja e pranoi Bardhin si dhëndrin e tyre? Kur hapën rrugët. Do më thënë Bardhi kishte ikë, unë e prisja, do më thënë gjithë asi kohë qani, sepse u hapën rrugët ikën çunat, djemët, vajzat, gjithë. Dhe unë qaja rrugëve për Bardhin. Se m'la, iku m'la. Pastaj kur ka qenë telefonata e parë në 91-shin, fund 91-shit, kishe shumë kohë. Më thonë, maroj ka punë. Pra, ju njohët në cilët vit? Dhe sa vite ndenjët pa komunikuar, kur Bardhi u larguar? Jo, një vit në 91-shin, sepse ne u njohëm në 85-ën. Okej. Edhe ne itëm shumë kohë. Gjithmonë pa regula, si i thonë me fjalë, pa regula. Po. Unë ika në Gjermani, kur ktheva në Itali, përse e morën telefon, u lidhëm, edhe Lili ka në 94, a 95, 94 ka në Itali, besoje nga ajo ditë, deri sot, nësimin da asë një minutë. Ka qenë një lidhje fortë e juaja. Edhe përmes muzikës, edhe përmes këngës. Pastaj fillum të këtu bashkë. Domosdo edhe Lilianën e përfshit në muzikë, apo jo? Juve patjetër që po, se me të keni patur... Zoni kështë bukur, po kështë nevoj për punim, me fjallë fyti. Pasi tunet të 2 në ditë, e bona me zorë. Pastaj prindit nuk... Kur u rikthye Bardhi nga Italia, atëherë takoi dhe prindrit e tu, apo jo? Po, ishte vendos do gjo sepse
Ishte vendimi Lilianës. Normal. Mosha, Ishte edhe Lili që vendosi, ishte më pjekme edhe ato ngulli kom kjo, edhe kështë derën e hapme. Shkova e kërkova si ka qenë tradita me kushërit e mi, me nonën teme. Shumë si njerëz nëse se kishim... Jo si kohën, si ato filmat turqë. Po. Unë ato kujtoj të shi, rinin tonë. Po meret familjari, Daja, e Merat, për të kërkuar dorën e vajzës. Me u bind pra që kemi seriozisht, se kishim metalli. Pa, atë vit ndenjët pa folur, se s'kishit dhe mundësi apo jo? Nuk ishe mundësi sepse edhe ato postat ishe shumë Mos e vështirë. Mos se nuk imaginon, ose ndoshta ta kanë tërgu për zotin 30.000 lireta me sked, shkote kështu 30 isënon, ishin për 2 minuta. Asë nuk fliqë, shfliqë shumë pak me radhë ke posta, do i fliqë postjeres, në Durrës, të thote ke kabina 5 për shumë, dhe vide Lili, fliqë me këte unë 30 sekonda. Shumë keq ka qenë, shumë keq. Situata... Fakt nuk ishe fajser, ato ko nuk mund vinte dot edhe unë mendoj ato që nasëm gënjem prap. E shtonin më shumë dashurin ato? Shumë. Malin. Pa të shikur e doj robë, është e kotë, është no koment. Po e deshe, e merë shu si është. Ishin vite shumë vështira. Filluat jetën e tuaj në Itali, në fillim të 94-ës, në fillim të viteve 90, aty si ishte momenti i parë, si çdo familje shqiptare, çift i ri, që të ndërtonin jetën e tyre në një vend të huaj për të integruar. E nisim nga zero. Zero është gjithmonë zero, nuk është një. Pa shtëpi, pa punë, asgjë. Në rrugë. Si gjithë shqiptarët, dhe vetëm ne. Kishit njerëz të tjerë andej? Po kisha vllajin, kisha modra, kishim njerëz sa dush, po secili pa atë. Aty njoftëm në Itali njerëzit, thënë drejtën në Shqipëri si kemi njoftë. Kemi menu se janë, po ja. I njohët për mirë apo për keq? Si dushti nga 2 medalje së anës. I njoftëm mirë, mashallah, hurdha qep. Po sot si keni marrëdhënie me shumë mirë, më të sot kaluan në ato sfida apo jo? Ka qenë, ne po flasim para 30 sa vjetë. Qartë, ju është dashur që të bëni punë të rëndomta, kanë përshtypje për të mbajtur veten, për të ndërtuar familjen. Lash kitarën fare, kitarës nuk era shmo, se sa është buk me kitare. Po. Do punoj, s'kam lënë punë, po të gjithë punët i kam bënë. Fabrikë kam bënu, gjardiner kam bënu, murator, kësdukaria, ku dilte, punë të zeza, i kisha dokumentat, nuk kisha dhe azil politik biles, nuk kisha drejt vishën në Shqipëri. Pse? Po azili politik, ke drejt që të shkosh në gjithë botën, në Shqipëri jo. Për këte është azili politik. Po si ndodhi kjo? Po e morë unë azili, e zote vetë? Po, e kërkova, me menimi që s'kthejmë, o dhe vidit Lili, po. Pasej, 94-ën, 95-ën, unë nuk kam marrë nga Italia për në Shqipëri. I kam marrë nga Kroacia. Dhe prej Kroacisë keni ardhur në kam marrë Shqipëri. Pastaj kur kam dalë prapë në Kroaci, pa hyrë në kufinin italian, se kishte shkruajtur me ke pasaporta. Po, që nuk do të ktheheshit më në këtë vend. Kam shumë me traket në Koper, aty në Sloveni, pastaj kam hyrë në Itali. Po. Ju thatë që filluat jetën duke bërë punë si çdo shqiptar për të mbijetuar dhe për të ndërtuar familjen dhe më pas e lat kitarën. Kur erdhi momenti që u rikthyet? Kur u stabilizuat? Nga 2005. Ju rikthyet kitarës? Po, e kisha pasion, e kisha marrë në shpirt, unë me këte... E kishe marrë me vete kitarën, gjithsesi, aty që ndronte në shtëpi, apo e bleve aty? E bleva në Itali unë kitarën, pastaj mrapa nuk e preka, mo s'kisha s'kohë, ishim çdo gjë... Se punonim nga mjesi deri në darkët. Pastaj i thashon, mere kitarën se do kënojmë të dy. O, tha, po, thash. Që në Liana iniciatorja që ju të këndonit edhe të kishit këtë qasje me audiencën tuaj, kur u hapën dhe rrjetet sociale, skena ju e ka qenë ambienti shtëpis, një ambient në natyrë ku ju performoni edhe prek një zemrat me telat e kitarës. Muzikën e kisha mërë në shpirt. Kjo, sa më zgjoj se i vulkani, sa hapi qikat e tak, u riktheva shumë shpesë. Unë ato që i disha, unë ndoshta s'majsha me në tekstet, kitarë që i trash gishtat se po të letë lenë muzika. Nuk ishte praktikuar. Po kisha ko, palo. 10 vjetë sa, gati 15, e kapa shpet, se unë gjithë janë në gitarë si kam ra. Kam qenë këngëtar dasmash, nuk kam qenë këngëtar që i ka nga, u mësova me kënu në Italia. Kam martënu 2 jonë në goce. Edhe në Itali edhe në Shqipëri. Në Shqipëri, po në Itali më tepër e morë me ca evenimente, ku qenë momente që më thërriqin, pas të i mrapa, nuk shkova mosë. Se u bojt qikë rëmuj, se fillim në kërkoni si ishim pak. Ku fillun duke ardhë shumë,
edhe nuk shko ma. Ka patur momente që nga këto sakrificat të punëve, ndonjëherë njeriu dhe dorëzohet, është i pafuqishëm për të ecur përpara, do t'ja arrim aty ku duam. Keni patur momente të tilla që të dorëzoheshit apo të ktheheshit në Shqipëri, apo ishte e pamundur, ose në një vend tjetër, ose të zgjidhni të bëni një jetë tjetër? Ke po pyetje më të bukur në botë. Jo atëherë që isha më i ri, pa dhe sot që jam më i vjetër në moshë, kam dalë në pension, në Shqipëri nuk kthehem. Jo pse nuk du vendin tim, po mësova atje. Jo, nuk kthehemi ma. Mësova. Kur se kemi pas mend që do kthehem një ditë, kur? Aktualisht me çfarë merreni në Itali? Unë jam pensionist. Unë kam punu në fabrikë, kam punu stamperia, mi fjalë, për të sutat, për to. Edhe kam punu për firmat mira. Kam pas punë të mirë. Aty dola në pension. Punova 23 vjetë aty. Kam punu dhe të zezë, mi fjalë, pa regula, që s'quhen ato. Jam i kënaqur me aq. Fruti i dashurisë tuaj është dhe një djalë, apo jo? Keni një djalë të rritur tashmë, 28 vjet. Ai me çfarë merret në Itali? Ai punon ke Banka Intesa, programator, ka marrë inxhinierin informatike. Ka i mal me shkollë. Ne s'kemi male me shkollën, ne kemi qenë qikë më poshtë. Kushtet i ka pas, shqyqër që jemi të gëzumë shumë atë shunin. Po dhe i kënon bukur, po kënon anglisht. Nuk e pëlqen lindja. O, lindja atje, nuk... E ka ardhur, vjen në Shqipëri, viziton Durrësin? Vjen me shok i vjen italian, vjen me shok italian këtu e. Se din gjuhën dhe rrim bashkë. Çfarë nostalgjie keni për Durrësin? Çfarë ju merr malli për Durrësin tuaj ku jeni njohur? Durrësi nuk ka qenë si tashi. Ka qenë shumë i bukur. Pa këto ndërtesat. Dhe po ta logjikosh, për shembull nga spitali që kisha shpinur, vinta era detit, sepse tashi e zejnë pallatet. Dhe është një është nostalgjia katastrofë. Unë them me zogje për maj vetën, për zotin. Unë emocionohem. Durrësin nuk. Po nuk i gjejmë ato rrugicat e bukura, ma. Nuk i gjejmë. Sepse shkojmë për shembull ke Volga, nuk i gjen ato vende e bukur që rrinë ato të shiftet ul pas dite. Ose për shembull ke muzeumi që kanë qenë gjatë djemt që rrishin, po kanë qenë shumë hapësira, Durrësi ka pas shumë hapësira. Shumë bukur. Tash nuk i gjen, ne nuk gjejmë vendin ku kemi ne, nuk gjejmë vendin ku kanë pas shtëpinë, nuk i gjejmë. Kështu që ne nisemi direkt rrim plazh. Po njerëzit kanë ndryshuar kur ju i takoni dhe riktheheni miqësisë tuaj të vjetër? Tash nuk ndryshon njeriu. Bardhi duket pyetje vështirë, ë? Jo, njeriu nuk ndryshon. Njeriu është po ai, por ne nuk i kemi njoft. Dhe me kalimin e kohës i njohim. Sepse ne themi kështu me këto mend që kemi tashti, sikur t'isha dhe i herë e re, sikur t'ishin të rinj me këto. Unë heci me menim tjetër. Që atëherë s'kemi pas me. Kam kujtimet e mia të bukura të Durrësit, du ta kujtoj Durrësin ashtu si ka qenë. Se njem keq, më vërtet njem keq, kështu që më mirë kujtoj nostalgjinë që kam pas dikur, edhe më duket vetë i huaj, sikur s'jam nga Durrësi fare. E kuptoj. 36 vite nuk janë pak për dashurin tuaj. Në një kohë kur dashuria prishet shpejt, është faj njerëzve, është faj kohës, apo për të treguar dhe diçka më tepër rreth kësaj force të madhe dhe sakrificave që keni bërë për njëri tjetrin, po pse edhe për të kënduar pak, të rikthehemi pas publicitetit, kështu që kemi një hapësirë të shkurtër në shkëputje e bene. Ti shikoj unë hënën, më ndjamo rinë tek ti, se ti indiana saj, se ti indiana saj. Më ndjamo rinë tek ti, se ti indiana saj, se ti indiana saj. Malkova perëndin, Malkova në debal, Malkova non de babă, ce mă lindă-n tăpa fată, ce mă lindă-n tăpa fată. Malkova non de babă, ce mă lindă-n tăpa fată, ce mă lindă-n tăpa fată. E gjibota leta dia, se vetëm një undesha, da
Dashnori sa ju bëra, zemrën unë ja fala, zemrën unë ja fala. Dashnori sa ju bëra, zemrën unë ja fala, zemrën unë ja fala. Malkova Perëndin, Malkova nën dhe babë, Malkova nën dhe babë, që më lindën të pa fatë, që më lindën të pa fatë. Malkova nën dhe babë, që më lindën të pa fatë, që më lindën të pa fatë, që më lindën të pa fatë, që më lindën të pa fatë. Faleminderit, shumë faleminderit. Është bukur gjithmonë. Dashuria haron gjithçka. Ashtu është. Në 36 vite me njëri tjetrin, çfarë keni kuptuar? Në ditët e sotme dashuria, siç tham, prishet shpejt, është faj njerëzve apo është faj kohës? Si mendoni ju? Për mu nuk është faj kohës, i njerëzve. Ka në bën njerëzit. Sepse rinia do pak kulturë, nga familja. Vjen gjithmonë nga familja. Si djali, si nga vajza. Ashtu është. Cila mund të jetë sakrifica apo le të themi gjëja që ju keni duruar më shumë tek njëri tjetri për hir të dashurisë? Nuk është një, janë shumë. Janë shumë. Kemi bërë sakrificat mëdha, ka qenë dashnia në mes. E kemi desh, siç thoshin të parët, me hakikat njëri tjetrin. E kam lënë vetëm, kam punu 2 motor 13, merrte kapun tim të punës, i thote, po bardhin punësht, se të lesh një femër në mes Italisë, një copë, mishi, kalamoni në të vogël, unë punësha 2 motor. Kurs ka shku me nga muzika, me dasma, që ishë unë kësha lekë, goce, kështë shumë me lekë. Ate filloha nga zero, s'kishte mo. Edhe janë ato largësia, mangësia, ku merë, dhe më thonë, hakikati është gjohë, po deshit tjetë me sinceritet, ja falë të gjitha. Edhe gabimet janë të vogla, u thy, u bo, janë gjënë elementare, nuk hynë në sy fare. A durojnë kaj shumë çiftet e reja për dashurinë? Zbesoj këto që nuk qa shofin e. Sepse sot është Ku ka pas bashkëtes kënë emër të keqin, vëlla? Sot është jeta e kontrastave të mëdha. Do me thonë, ti ke shumë, ajo s'ka. Ajo të shef ty, dhe thotë, pse të ta marrën këtë djalin, kur ai nuk ka. E tash, lidhun nga hakikati, po e deshet tjetërën, është hakikati, dashnia nuk shef materiale, nuk ka hakikat. Çfarë do kushte? Në jetën tuaj të gjatë, është më rëndësishme veçoni dashurinë apo respektin? Si Për mua ndryshon ajo me kalimin e kohës dhe kam viteve? për Ka kalu dhe është respekt. Respekt. Tani është respekti më i madh. Unë kam respekt për Dianën. Ku je i rini është dashuria. Sepse nuk i kupton shumë gjallon. Tash me këto Kam kujdes për Lilianën shumë, edhe ja ku e ke dëshmitare ta vërtetoj kush det, kur s'ja kam prisë njerëzën time një herë. Këtë besoje, ta provojë dhe kjo. Kur? Që të thot kjo këtë gjo, i themun jo, është i pak i padurushëm, më thonë, merë flak shpejt, po unë e marë me qeshë. Se cili ka të karakterin të mira dhe të qia dhe veta dhe përshtatja? Ka rë pahuqe. A je pranoka dhe veti, Po. Kush nga ju ka dashur më shumë në fillim, në ato pasionin e qiftit, në fillimet e tuaja, dhe më pas, kush do më shumë sot tjetrin? Unë për vetë time, më shumë e du sot. Drejt në them. Unë them fillim, tash është respekti. Do shte kam nevoj më shumë për këte, mund tjetë kjo. Kam nevoj për Sa një më shumë kalojnë vitet, a më shumë ke nevoj për tjetrin. Po, është vërtet. Tash i po. Unë sote, unë për vetë time, sote du më shumë. Pyetja radhës, nëse do të nisni tjetër nga e para, Bardhi dhe Liliana, do të zgjidhni sërish njëri tjetrin pa hezitim? Unë jo. Se bona Sa shpejt që e dha përgjigjen. Sa heqe. Jo, përgjigja është e jote, si ta heqim në? Po bona shaka, më bona shaka. Liliana, për ty? Ja, pa tjetër, sepse disi thonë Itali, e dim që do lejmë, për nuk dim që do gjejmë. Kështu që më mi Bardhi. Po maj këte. Se jam mirë thuj dhe di e njofë shumë mirë. Bukur. Çfarë ju nervozon ende tek njëri tjetri pas kaq vitesh? Liliana ka shumë kërkes llogarie, që unë jam i qiki pa disiplinum, jam harakat, jam
I ka ngel ajo. Kështu ka qenë që në fillim, jo e faqja, ai ka qenë një djalosh çapkën Nuk është se rinin e nuk vet. është se ndryshon mosha, po kështu ka qenë, kështu ka ngel. Kërkon qiket e rrebu, nuk jam shtëpia, nuk është farmacia, ajo do të jetë farmaci shtëpia. Ajo nisë deke thojt, si ke prej thojt priti, shifi si ke thojt e mi, preme, s'lene jo. As këtë nuk e, se këto gishtin e këto që kanë kitar, këto djalosh, këta djaloshët e asaj kohe, banin këto gishtin e vogël të zgjatur shumë. Po, tonin. Se ka qenë ajo? Këti gjohë me gjohë si E ke mod. patur ti, si mod? Ja, s'maj me një. Jo, s'kalon Liliana asnjëherë. Jo, s'kalon, si ka vurën si kësaj të gishtit të thuri. Ja, nuk, Disiplinat, po ti çfarë të nevërzon tek Tash pa vetëm te, ka që i kërkes llogarie shumë. Tash njerëz jemi, nuk kem robotun. Unë shumë gjana. Po të filloj, është i pak i padurueshëm. Nuk ka durim fare në çdo moment. Po kështu më ka bërë dhe mu. Më thonë nga kjo, gjë. Po në përgjithësi mirë. Është ajo që themin e kur një çift ka shumë vite dhe rri shumë me njëri tjetrin, marrin ato hyqet e njëri tjetrit, bëhen A pyte për defektet. Po kryesorët nuk janë këto defektet. Kemi marrë shumë defekte nga njëri respekti, dashnimi për njëri tjetrin, rrim bashkë në ditë. që i lënë në hije këto gjëra. Nuk mund ta gjesh dot Lilianën vetëm në asnjë moment ose mu. Kur? Pa 36 vjetë. Kur? Po ditë Tash më shumë. Shumë. Nuk rrim dot pa njëri tjetrin me fol, jemi po si shokë. Tani që je në pension, si e nisni ditën me njëri tjetrin? Çfarë ndodh në ditën tuaj? Po kjo punon akoma, punon kjo. Se bardhi, bon atë shëtitjen e vetë mjes. Unë bëj ato xhiron e mjesit. Kthehemi, mas dite dalim prapë të dy. Po. Shtu ndjel shëtisim, fakt. Marrim makinën. Shkoj Milano se kemi afër atë. Këto shëtitje. Djali jeton me ju, jetoni të tre apo? Po, me ne. Aty ka, kemi 2 dhome kuzhinë, i dhome ka, i ka dhe punën, studium mrena. Se punon në shtëpi. Cila është kënga që ti ja këndon me aq pasion si dikur Lilianës? Keni një këngë tuajën që ju bashkon në çdo moment? Në fakt, kemi një këngë, po nuk e bën dot me këtë kitarë, se s'është e vetja. Çik refrenin do na bëj Bardhi, që ja ke dedikuar Lilianës. Nuk arrit, tash nuk e di. Do refrenin mirë, thotë. Çfarë refrenin bëj për shumë? Sytë Ja, hajde. Pa bëj. Kjo është kënga parë. Kënga e parë që të ka dedikuar Bardhi. Po. Me këtë këngë E ke bërë për vete? Për vete. Se ka qarë. Ku ja ke kënduar këtë këngë? Ka qenë, mi jo dasë, më fejes ka qenë. A fejes ka qenë? Fejes ka qenë, po. Me fejes. Të shoqënisë, në më thonë e këshin thirë Bardhi si... Kisha unë ca kohë me këthemi fjallë, jo, të lidhëm, kuptonë, që e kuptonë dhe që unë i shkojsha mrapa. Kur hyra unë kjo e kënoj. Aty Dhe unë aty e kënova. kam men. Kur hyre ti në sallë? Po, Bardhi të dedikuar. po, ngjoj e gocen. Pori në vojte, e po të pres, për ty moj vajz, që poroj me shpres, e sytë mi më lotojnë, zemra ime gjak pikon, e sytë mi më lotojnë, zemra ime gjak pikon, raketak tak po mëre zemra, raketak tak po mëre zemra. Pori në vuajtjem e po mendoj, për ty moj vajz që të dashuroj, e sytë mi më lotojnë, zemra ime gjak fikon, e sytë mi më lotojnë, zemra ime gjak fikon, e zemra ime gjak fikon. Si ndjesh Liliana që rikthen këtë këngë që ka dedikuar Bardhi? Çfarë emocionesh ti ndaj momenti i parë? Shumë e lumtur. Dhe kujtojmë gjithmonë dhe në shtëpi. Të këngën, dhe çuni fillon qesh, e dëgjon nga dhoma vjen qesh. Qesh me çfarë këngë ka bërë për vete apo? Ai e merr si lojë se nuk paka shumë të trinj sot nuk e kuptojnë këto gjëra.
të rritë s'kuptojnë një gjë që femrat përgjithësi me eksperiencët që kam unë janë shumë delikate. Janë shumë të brishta. Duhet në pas kujdes. Lili, një lulli që kam dhonë unë, ku kam ikë, beso për këtë zotë, një lulli plastike e thjesht, që i kanë radhe petalet, plastike, rrugë. E ka akoma dhe sot? Vishë shtëpia ime, E kam akoma. ajo lulli është aty. Për këte ka shumë kuptim, po edhe për mu. Dhe më thonë, thash ka shpejt për një lule, dhe më thonë, po që e sinqerë dashnia të i ka me detaje, nuk i shpëton as i gjo. Për mirë, ku është gjithmonë flasë. Që thurë është sot një vajzë një lule plastike, si do reagoj ajo? Ta husu radit me? Ta husu radit që qovi zhullaq Që të jemi në një botë ku mbizotëron materializmi. Ajo për spa makinë, që makinë ke pyte, e parë që makinë e ke, thot. Njerë dhe me autobus. Keni një këshill, një fjalit fundit për ata çifte që Këshilla ka shumë. dorëzohen shumë shpejt nga dashuria? Këshilla ka shumë, po varet sa i marrin. Do më thonë, e kanë marrë Një atë... këshilla pa fundë. Ana materiale s'duhet dhe eksistoj fare. Po e deshe një robë, jeton dhe në malë. Po e deshe. Nuk ka është që është të shofësh Ja foni makinë. të shpesh djalit tuaj? Që pavarësisht gjithçka e duhet të zgjidhi anën shpirtërore? A i ka frikë mërtohet, ku në gjone. Ka frikë mërtohet, ku në gjëmë neve. Ne kemi qenë besnik. Gjithmonë e thotë që unë nuk gjej dot një femër si mami. Sepse shef që unë që bëjmë për familjen, nuk e gjej, thotë dot. Sepse ka pas 2-3 raste, dhe në Itali, gjithmonë pyetja e parë ka qenë, jeton vetëm, ke shtëpi? Pyetje e vajzave. Kjo. Më thonë, nuk e bojnë atë sakrificën tonë. Iku ajo. Ne kemi njës nga... Prandaj dhe çiftet e të rinj sot nuk vendosin Këshilla mund shpejt t'ja për për sa të lidhur dush. dhe për të Po martuar. ne është të dy vështirë. kemi njës nga zero, e të kuptoj fjallën zero, ta përsëris, Si shumë e shumë familje si të edhe gjithë, çifte të të tjerë. gjithë, që ashtu kanë ka gjenë. sakrifikuar. Ka sfidimi, Generacioni jonë, se mrapa të shi i kërvat e gjenë, janë hapë rrugët, të shi shko me avion, të shi e mret, nuk vu hiq, Por nuk ka dashuri? s'ka, ka parë. Jo. Tash, këshilla mund t'ja për sa dush, po nuk sheko. E qartë. Shumë faleminderit. Me tingujt e kitarës tuaj, u kënaqëm sot me historinë tuaj gjithashtu. Faleminderit dhe ty. Dhe zgjat sa më shumë ky pasioni për muzikën dhe për njëri tjetrin. Pse jo, respekt. Faleminderit Qofshim mirë, gjallë. edhe Shumë faleminderit që faleminderit. e ndat historinë tuaj në Shumë, Rezedia. Faleminderit, shumë Ishim me faleminderit. çiftin Liliana dhe Bardhi, ju përshëndesim nga Rezedia. Kalofshi një ditë të bukur. Mirë pa.